Emrin ja kanë vënë qeveria WhatsAppit. Lëvizjen vetëvendosje emërtoi kështu Lidhja Demokratike e Kosovës, duke ja përmendur skandalin e punësimeve partijake përmes direktivave të Dejona Mihalit. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Besjan Mustafa, përmes një konference për media, ja kujtoi vetëvendosjes emrin e Faruk Mujkës, që erdhi në krye të ndërmarrjes Iber Lepenci pikërisht nga ky skandal. Me këtë parti në pushtet, skandalet nuk kanë të ndalur e rretër fatkeqësisht. Në media kemi parë zbulimin e skandalit të radhës të vetëvendosjes. Aty u shpalos manuali vetëvendosjes se si mbyt shpresën njeriu që mëson fort e pastaj dëshpërohet fort sepse mbetet i pa punë, i pa shpresë, veç pse nuk e ka WhatsAppin e Dejonës. Mustafa tha se me këtë vetëvendosje po ja mbyll dyert të rinjve. Mesazhi i IVV-s për një të ri apo një të re është i qartë, është i ftoftë, është brutal. Nëse je militant i Dejonës, e ke derën e hapur. Nëse je student i dalluar apo profesionist i ndershëm, e ke derën të mbyllur. Ndërsa antari tjetër i këtij subjekti politik, Berat Rukiqi, përmendi edhe një skandal tjetër në energji. Një treg i energjisë elektrike i varur nga importi nga Vuk Hamović, kontrollohet nga njerëz e lëvizjes vetëvendosje, kontrollohet nga parapolitika e kësaj partije, e cila pastaj neve po na përkthehet me pasoja të rënda për qytetarët, me fatura të fryme, me humbje të besimit në qeverisje, me humbje të besimit në shtet. Këta të dy bën thirrje organeve të rendit të nisin hetimet lidhur me të gjitha punësimet partijake të vetëvendosjes.